Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka al Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimet të nësi takojnë të Allah subhanahu wa ta'ala dhe ti përgjohëm që të lavdroj dhe të bekoj dërgurin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vazhgjellë. Të ndo vlezër, prej trajtesave dhe prej shtjellimeve që zakonisht duhen të jenë trajtesa dhe shtjellime shumë qendrore, qoftë në fillim të udhëzimit, qoftë edhe në periudhat e ripërtrirjes së udhëzimit, është gjetja e epicentrave të ndryshimit që kanë qenë tek të parë tonë të mirë. Domethënë, për neve ka ndodhur diçka që na e kena bënë ndryshim të madh në fe, ose ka ndodhur një frymëzim edhe kena pas një ndryshim, mirë po duhet me allahat që ky frymëzimi ynë, ose që ky momenti jon i ndryshimit, ose që kjo qendra e ndryshimit, a është e njëjta që ka ndodhur tek të parë tonë të mirë apo jo? Për arsye se nëse s'është e njëjtë, atëherë na duhet të vënë në kërkim të gjetjes së atyre epicentrave të ndryshimit që me mujt me pas një ndryshim sikurse të tyre. Për shembull, ka raste dikush ndryshon sepse është ngop nga jeta e xehlit. Edhe kjo ngopja për jetës së xehlit nuk është domethënë shumë e mjaftueshme për me mujt me bërë rrugtim të gjatë. Kështu që unë besoj që duhet me analizuar atë faktin që e kena përmendur shpesh në ligjërata dhe që e përmendin xhallarët, që domethënë prej epicentrave më të mëdha të ndryshimit që kanë qenë tek të parë tonë të mirë, që duhet na me sforcu për me mujt me kthy më në nivel edhe më në gjallëni fetarinë tonë, është epicentra e fokusimit tek ahireti. Domethënë, njerëzit që dojnë me ndryshu, edhe që dojnë mu bë fetar, që dojnë mu bë adhurues të denj, që dojnë mu bë devotshëm, nëse se kanë matësin edhe motivusin e fuqishëm të lidhur me ahiret, domethënë nuk i zgat gat. Ose edhe nëse i zgat gat, nuk mundet me pas doni domethënë zhytje ose doni shtim të madh të fetarisë, sepse pastaj mati është me dynjë, e me dynjë mundën me dal matematikat edhe pa fe. Domethënë, nëse mos me vesh me dynjë, ka plusa edhe në dynjë pa mat me ahiret, mirë po Allahu subhanahu wa taala dikujt jap dynjën, e dikujt jap dynjën edhe ahiretin, e dikujt jap domethënë ahiretin, po e sprovon domethënë tek çështja e dynjës. Është një temë e madhe ahiretit që kisha pas dëshirë sonte ta reflektojmë bashkërisht dhe realisht kjo temë domethënë ka 2-3 tema mrena dhe nuk po pretendoj që domethënë kanë mu trajtu, për arsye se lypën secila veçmas shtjellim. Mirë po, patjetër do të më shku në këto 2-3 tema për me mujt me ndërtuar kronologjinë logjike të temës që me mujt me ka. Çka është fjala? Do thonë, në ditën e gjykimit ekziston një ngjarje e madhe e cila është ngjarja e gjithë neve. Do thonë, këtë kena më konë pranishëm këtë ngjarje. Është ngjarja e mahsherit, ngjarja e tubimit të madh për me pritën llogarinë, për me pritë Allahun subhanahu wa taala dhe edhe me pritë domethënë peshojnë e veprave të mira, edhe pastaj domethënë me marr rezultatin për me dalën tutje në xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Tubimi, domethënë në dynjë më kanë një tubim i tillë i madh, mundet me pasën ndjenja frike. Në dynjë më kanë, mundet me pas ndjenja frike sepse është kushtimisht vështirë menaxhueshëm, apo domethënë me menaxhu vetën çat tubim të madh është e vështirë. Po në ahiret domethënë është i vështirë si takim dhe i vështirë si tubim për arsye të shumë fakte. Për shembull, fakti i parë që e bën shumë vështirë është fakti që s'ka kthim. Nuk është një tubim pas cili ti mundesh me reflektu, edhe më thonë të kthejnë atë përmirësona. U krye punë, më thonë, tash ti vesh kemi u ballafaqu me rezultatin. E para arsye pse është shumë takimi i rënd tubimi i mahsherit, është sepse domethënë kemi një situatë ku ballafaqohesh me rezultatin edhe s'ka kthim. Një prej arsyeve tjera të domethënë të vështirësimit që është thelbi i ligjëratës, është ajo që ne besojmë që i afrohet dielli njerëzve. U afrohet dielli njerëzve. Edhe neve shpesh kur na nxehet temperatura ose i kena klimën e rënë kështu më radh, e që realisht do duhet me reflektu edhe për zjarmin e xhenemit, po edhe për që këtë momentin e mahsherit ku afrohet domethënë dielli. Ndërkohë që po komi citu këto hadithe, kisha pas dëshirë 2 sene mi pas konsiderat. Domethënë këtu janë fjalët Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, edhe duhet me nejt me bindje. Domethënë nuk duhet me mu koncentru qysh me menu se çështu ka më kon. Jo, ç'kjo çështu ka më kon. Domethënë ti e pa të imanin e dop, se pa të imanin e dop, çdo ditë çështu kanë më kon. Ç'ky realiteti ditës së gjykimit, edhe kur të kap gafleti, edhe kur të mund dynjaja, edhe i pa terrenët, si pa terrenët çështu ka më kon. Kështu që e para me nejt me një dosë të madhe të bindjes teksa i dëgjojmë këto hadithe, edhe e dyta me ditë se nëna pjesë e ngjarjes. Nuk i na të fol për dikant tjetër. Nuk i na të fol për dikant tjetër. Domethënë, tash ti nuk ka nevojë mi përmend emrat e këtij që të pranishme. Mon krejt që ta kena më kon mahshar. Krejt që ta kena më kon mahshar. Por shumë më thon se këtij që ta mas 10 vjetëve, domethënë kena më kon gjallë, nuk i dihet. Ndoshta gjysa nuk kena më kon gjallë. Apo moment që shtohet mundësia ose probabiliteti i pojës edhe jojës, na animu më rahat. Ktu s'ka jo, ktu këtij është po. Domethënë, krejt që ta shena sot çtu, krejt një ditë kena më kon mahshar.
Këtë kena mu mbledh edhe kena me pa që kënë ngjarje. Çfarë ngjarje? E shënoni Muslimi për Miqdad ibn al-Aswad, thotë kom një pejgamber sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Tudna shamsu yawm al-qiyamati min al-khalqi hatta takuna minhum ka miqdari mil." Thotë njerëzve kam ju afru dillin, mahshar, ditën e gjykimit, kur prisin llogarin, kam ju afru dilli mbi kokat e tyre, atë sa mes tyre dhe dillit kam u konë vetëm 1 mil, vetëm një distancë domethënë e vogël. Thotë fe yakunu nasu ala qadri a'malihim fil araq. Edhe njerëzit kanë mu zhyt në djersët e tyne varësisht veprat që i kanë pas. Varësisht veprave që i kanë pas. Thotë fe minhum an yakunu ila ka'bay. Dikë thotë kë djersët kanë shku deri te zogu i këmbëve. Thotë wa minhum an yakunu ila rukbatay. Disa djersët e tyne kanë shku deri te gjojt. Thotë wa man yakunu ila haqway. E disa thotë deri tek beli, deri tek pjesa e mesme e trupit. Wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljama wa ashara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila fi. Thotë disave sikurse domethënë që i vendoset kapistra domethënë kafshëve, edhe thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ban me dorë ka domethënë gjua e tij, thotë disa deri te goja domethënë kanë me pasën të zhytur domethënë në ndjers. E shënoni Imam Ahmedi, Sheikh Shuaib thotë që hadith është hasan, pe Ebu Umamës, se i dua Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Tadnu shamsu yawm al-qiyamati ala qadri mil." Thotë në ditën e gjykimit do të jetë dilli afër njerëzve, afër domethënë në distancën e 1 milit. Thotë wa yuzdadu fi harriha kadha wa kadha yaghli minha al-ham kama taghli al-qudur. Thotë kam qenë shumë nxehtë. Kam qenë çast nxehtë sa që kokat e njerëzve kanë me vlu sikurse vlojnë enët në zjarr. Kanë me vlu kokat e njerëzve për nxehtë të madh, sikurse kjo nuk ka xhehenemi. Nuk na të vol për xhehenem, Allah s'ka ndodhur në xhehenemi. Domethënë, najna me një ngjarje që po e zëm që fitum xhenetin Allah subhanahu wa taala. Mirë po është një ngjarje frikshme e tubimit e mahsherit ku afrohet dielli. Pastaj thotë: "Wa ya'raquna fi ala qadri khatayahum." Thotë njerëzit kanë me nejt në djers, edhe kanë më dalë në djers, çat se kanë pas gjunohet. Çat se kanë pas gjunohet. Domethënë, shpesh njerëzit në vëllezër, sidomos fetarët e kanë një farë krize, se i kryjnë do farze, i kryjnë do punë të mëdha të fesë, pastaj lirohen thonë me që domethënë jena të jetuar në rrethon tjetër ose në shoqni tjetër, pse i kena do gjunohet s'ka gojle. Veç menoja që jeti ja vështirësu vetës me çdo djers e mahsherit bollësht. Domethënë shpesh ndoshta kur e relativizon një mëkat, veç menoja që ndoshta çto, domethënë ndoshta realiteti tu rujt ke me pas ndjersat për shembull deri tek zogu i komës. Po ndoshta çto të e bën asgjë, ndoshta kanë me na shku në ndjers deri tek gjojt. As i shkon më e lehtë me pas deri tek zogu i komës, jo tek gjojt. Kështu që njeriu i mençur menon edhe me këtë matematik. Pastaj thot minhum man yablughu ila ka'bay, thot kanë pas njerëz që kanë pasën deri tek domethënë në gjojt, o minhum man yablughu ila saqay, disa të cilët kanë mbulu pjesë të këmbëve, thot minhum man yablughu ila wasatihi, wa minhum man yuljimu al-araq. Edhe thot disa thot kanë më konë që kam jarë djersët deri në mesin e trupit, edhe disa deri te goja. Shonim Buhariu për Borerës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ya'raqu an-nasu yawm al-qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fi al-ardi 70 dhira'a." Thot kanë me pas një ndjersitje të madhe të njerëzve në ditën e gjykimit në mahshar, derisa këto ndjerës domethënë të jenë në tokë, domethënë duke shkuar te poshtë për sasisë madhe sikurse 70 kot. Wa yuljimuhum hatta yablughu adhanuhum, disa kanë mbulu derisa shkojnë domthon djerës deri tek veshët e tyre. Tash e keni konsideruar vëllezër, domthon veç që kjo më kon ditën e gjykimit to boll. Domthon veç që kjo më kon ditën e gjykimit, domthon tubimi i madh, këtë njerëz që të prit llogarin. Edhe dilli afër veç që kjo boll, mirë po nuk ka vetëm që kjo. Ka edhe disa pjesë domethënë shumë të frikshme të kësaj ditës së gjykimit, thot Allah subhana: "Yawma yajma'ukum li yawmil jam', dhalika yawmut taghabun." A ditë kam ju mbledh Allah i keve, a ditë o ditë e mashtrimit. Shkon ditë e mashtrimit, kjo taghabun çka është? Domthon te janis me menu. Domthon thu sa herë më ka mashtruar dynjaja, sa herë më kanë mashtruar epshët, sa herë më ka mashtruar qefi, sa herë më ka. Domthon nis me boll llogari. A më është ditë ku ti e ke kuptuar që ki dal keq në pazar mas ju kry pazari. Domthon taghabun është kur ti del keq në pazar, ama mas si s'ki mundsi mu kthy ndër me bën pazarin. Edhe tash ti imagjino domthon plus trishtim, plus domthon djers, plus diell, plus domthon tu xheg mrena ndërgjegje. Domthon çysh ja kanë vështirësuar vetes që ket për një kontratë gabuar. Çysh ja kanë vështirësuar vetes që ket ditë për një domthon marrëveshje të gabuar ose për një formë të gabuar ose një çështje të gabuar domthon të fetarisë. Dhe patjetër domthon duhet me nënvizuar që për më boll që kjo mu paskon, po nuk e ka bëu Allah që ka. E ka bëu edhe trishtime të tjera. Mund këto trishtime janë këtë për një ditë. Këto trishtime janë për një ditë, sigurisht është një trishtim tjetër, shënoni Muslimi për Abdullah ibn Mesudit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yu'ta bi jahannam yawma idhin
laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malikin yajurrunaha. Edhe masit të vjen njerëzve dilli për mi kokë, edhe masit mbulohen në ndjerës, edhe masit domethënë të nis me vrarë ndërgjegje, masit hin kujtime që ka ndodh një befasi shumë e rëndë. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Thot sillet xhehenemi para syve të njerëzve. E bin xhehenemi me 70,000 kapistra, në çdo kapistër e mojnë 70,000 melek. E afrojnë për mi apru njerëzve me po xhehenemi. Këtë kjo, domethënë, prej formave të persekutimit që është para se me një domethënë banorët e xhenetit në xhenet, edhe banorët e xhehenemit në xhehenem. Edhe pastaj domethënë njerëzit për trishtimit të madh, domethënë kur ndodhet që kjo që thot Allahu azza wa jall, "Wa burrizatil jahimu lil ghawin", edhe mëkatarëve ju shfaqet, domethënë njerëzve që kanë tepruar ju shfaqet xhehenemi, pastaj thot Allahu azza wa jall, thot yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Kur ta shohë xhehenemin, i kujtohet njerit ku ka gabu, ku s'ka gabu, po thot çka i ban dobi më që ku kujtohet. Domethënë tash mo të po xhehenemin, çka ka më fajde që domethënë është duke u menu. Çka ndodh pastaj mos ta shohin njerëz xhehenemin, thot Allah subhana wa tara kulla ummatin jathia. Edhe në çat moment këtë miletët bin gjoj. Pi trishtimit të madh kur ta shohin xhehenemin, këtë bin gjoj. Domethënë sunë përballojnë atë pamje. Çdo milet, çdo fe, çdo komb, krej domethënë kur ta shohin xhehenemin bin për domethënë në gjoj, e pastaj domethënë thot Allah subhana, pastaj mos i bin gjoj thot kullu ummatin tud'a ila kitabiha, secili njerëz, secili popull thirrët për marrë mikëshyre gjithat e veprave, edhe pastaj domethënë nis llogaria. Kjo padyshim që është e treshtueshme, padyshim që është e frikshme, është ngjarja jonë, është autoktone e jonja, domethënë që kena më mbledh mahshar, mirë po thot Allah azza wa jall, inna Allaha bin nasi la raufur rahim. Me të vërtetë Allahu është i mëshirshëm me njerëzit. Me të vërtetë Allahu është i mëshirshëm me njerëzit. A ka çat ditë në mëshirë për çka situatë? Me po xhehenemin, me tor dilli e kështu me radhë, domthon, shumë është ngjarje e frikshme. Edhe një musliman domthon lyp zgjidhje. Ç'sh me mujt me të kalu, domthon shamuj me bën e sot. Domthon do të vesh me frustrua dhe me hin frikë, domthon të pa kapërcyeshme apo ka një zgjidhje. Është një mëshirë për mëshirat të Allah subhanahu wa taala, e keni dëgjuar shumë në për hadithe, në për ligjërata, është hadithi i njohur aty në 7 vetëve që ishte Allahu subhanahu në hijen e arshit të tij. E që është domthon prej gjonave që do të më na motivu për me ndru kursin e fetarisë. Domethënë prej atij kursi inshallah vesh nuk hin xhenem, apo domethënë me shku me një kurs tjetër inshallah i kom punë për me hinë në hijen e arshit të Allahu subhanahu wa taala. Kështu që un komunalët e çdo hadithet që ka flasin për ta shahin në hijen e arshit të Allahut, mirë po jo mi trajtu këto si vepra. Po duam me trajtu një aspekt tjetër që është realisht domethënë mesazhi i ligjëratës. E shënon Imam Buhariu Muslimi për Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Janë 7 vjet që Allah i shten në hijen e arshit të tij, në hijen e tij këtë rivat ka ardhur, atë ditë që s'ka hije përveç se hijes së Allahut, thotë el-imamul adil. Prijesi domethënë i drejtë, njëri i cili ka pushtet, po është i drejtë. E dyta thotë wa shabu nasha fi ibadati rabbih. Edhe një djalë i ri që u rrit me ibadet. Një djalë i ri që u rrit me ibadet. Thotë wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Edhe një njeri i mirë që zemrën e ka të lidhur për xhami. Një njeri i mirë që zemrën e ka të lidhur për xhami. Wa rajulani tahaba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Edhe dy veta që duan për Allah dhe doan për Allah. Dy njerëz, dy burra që raportet edhe lidhjen e kanë domethënë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah. Edhe një burr që i vën një ofertë nga një grua e bukur dhe me pozit, me nam, i vën një ofertë e haramit, edhe ai thot asaj gruas, unë i kam frikë Allahut, domethënë nuk bëj moralitet. Thot wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Edhe një njeri i cili thot jep sadaka, po jep çaq fsheh varazi, sa që thot kur jep dora e djathtë nuk e sheh, dora e majt, thot wa rajulun dhakara Allah khalian fa fadat ayna. Edhe një njeri që përmend Allahun Kur'an vetmi, edhe i pikojnë syt dëlot prej përmendjes së Allahut. Ka një rivajet tjetër që shënon Said ibn Mansuri, al-Hafidh ibn Hajar thotë që është hasan, yudhilluhullahu fi dhilli arshihi. A ditë Allahu ishte domethënë në hijen e arshit të tij. Dhe këtu pastaj një diskutim çka është kjo hije. Domethënë Ibn Qayyimi e të tjerë për dietarëve thonë që është për qëllim hija e arshit Allahu subhanahu wa taala. Disa të tjerë kanë thonë që është një hije që e krijon Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit, edhe interpretime të tjera. E rëndësishme, disa që janë përmend këta 7, një pikë këtyre kategorive ka që janë përmend edhe veçmë, sigurisht se është përmendën ai çka jep, po edhe domethënë që është përmend hadithin që shënon Imam Ahmedi Muslimi për Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që Allahu në ditën e gjykimit thotë, inna Allah yaqulu yawm al-qiyamah, Allahu në ditën e gjykimit thotë njerëzve, ejnë el mutahabbuna bi jalali, ku janë ata që janë dash për hatrin tim,
për madhështinë time, edhe thot el yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, sot thot unë kom ishtin hijen time, në ditë nuk ka hije përveç se hijes time. A ka të tjerë kategori përveç këtyre shtatëve? Është një diskutim tek dietarët. Ibn Haxheri ka një libër enkas për këtë temë, domthonë a ka mundësi me ekzistuar të tjerë që hinën hijen e arshit të Allahut përveç këtyre shtatëve? Realisht ka edhe shumë të tjerë. Për shembull, një prej kategorive është që ka shënuar Muslimi për Ebul Yasar, që pejgamberi sa ka thonë men anzara mu'siran aw wada'an adhallahu Allahu fi dhilli. Kush i jep afat borxhliut, domthonë ka borxhdhënsi, cili do borxhdhënës që i jep afat borxhliut ose ja fal borxhin, Allah e shton në hijen e arshit të tij ditën e gjykimit. Ka disa kategori të tjera që janë përmendur për hadithe sahihe, disa që janë për hadithe daife. E rëndësishme. Domthonë në atë ditë është nafakë e madhe më kanë në hijen e arshit të Allahut. Është fat i madh më kanë në hijen e arshit të Allahut. Çfarë thot Ibn Abdul Barri kur e komenton këtë hadith? Për imamëve të maj, thot, men kana fi dhilli Allahi yawm al-qiyamati lam yanal hawl al-mawqif. Thot, mundët më nën kuptu, për argumenteve që flasin për këtë temë, që kush është në hijen e arshit të Allahut, atë ditë nuk e ka plan trishtimi i mawqif, trishtimi i tubimit, i mahsherit. Më një trishtimi i madh, ten domthonë të larguar. Domthonë, me një farforme, ajo është pjesë e ngjarjes, është pjesë e këtij atij trishtimit të madh, mirë po çaj trishtim nuk e ka plan sikur se i ka plan të tjerët, sepse kur vjen ajo hija arshit Allah subhanahu wa taala, ajo qysh e freskon për mos me kop dilli, i jep edhe një farahatie se kjo është i veçantë. Ky është domethënë i veçantë dhe dallon nga të tjerët. Ndoshta mund me thonë që në ditën e gjykimit rahatia më e madhe është rahatia e njerëzve. Rahatia më e madhe është domethënë rahatia e njerëzve. Kush janë këta njerëz? Është prisi i drejtë. Po i përsërisim, është i riu që rritet me ibadet, një burr që zemrën e ka të lidhur me xhamin, dy veta që duan për Allah, një ndershëm që e refuzon ofertën e zinos, një bamirës që e fshiorazi, edhe një që përmend Allahun vetëm edhe kon, edhe një borxhdhënës që afatizon borxhliun apo edhe ja fal. Në sonte e përmenda pak më që nuk kam fol për vlerën e këtyre. Besoj kjo është seri ligjratash e kanë trajtuar xhallarët në xhami dhe mundën me trajtuar kështu. Është seri ligjratash. Domethënë për secilin me fol veçmos. Mirë po, pyetja që kisha pas dëshirë më kon, ndoshta nuk e kena luksin për me pas bashkë bisedim, domethënë ligjërat, domethënë çka i bën që ta 8 bashk. Domethënë pi bën bashkë ditën e gjykimit hi arshit, apo? Domethënë të njëjtin shpërblim pe kanë. A veprat i kanë ndryshme? Veprat i kanë ndryshme, ky e ka ndershmërinë, ky e ka domethënë drejtsinë, ky e ka besnikërinë, ky tjetër e ka ibadetin, ky e ka rininë e pastërt. Ktu vepra janë ndryshme. Ndërkaq shpërblimi i njëjtë. Allahu po shpërblen njëjtë, a veprat i kanë ndryshme. A ka gjë që kanë këta një diçka të përbashkët? Me analizu për shembull, me menu. Çka mund të më kanë përbashkëta e 8-vetëve? Çka mund të më kanë përbashkëta e 8 vetëve që këta kanë më kanë në hijen e arshit të Allahut? Allahu alem, ajo që unë besoj, këta i kanë dy cilësi të përbashkëta. Edhe kena munduar secilin me analizu bashkërisht. Dy cilësi i kanë këta 8, edhe për çata këta 8 janë në hijen e arshit të Allahut. E kanë shpërblimin e njëjtë se dy cilësi kanë të njëjta. Ajo është sidku edhe tumanina. Sidku që e kanë përnime me Allahun, edhe tumanina që janë rahat me Allahun. Çka është e përbashkëta këtyre 8-ve? E kanë përnime me Allahun edhe janë rahat me Allahun. Hajde po i marrim një ka një. Për shembull, prisi i drejtë. Mohon ti e ki pushtetin. I ki përpara mundësitë për me keqpërdor. E ki përpara mundësinë për mu tregu arrogant. E ki përpara mundësinë mu tregu domethënë tiran. Ti veç e ki përnime me Allahun që nuk e shfryzon pushtetin për haram. Është e qartë, veç e ki përnime. E di se ka ditë gjykimi se për ndryshe domethënë ti je më i fortë se ata të cilët ty mundën me të nejt për mi krye për me të nol. Pi njerëzve. Apo? Po edhe je rahat me Allahun. Domethënë çfarë është ata shujt Allahu, çfarë është ata përcaktu Allahu, ti je rahat me Allahun. Domethënë prisi i drejtë është i drejtë se është përnime me Allahun edhe është rahat me Allahun. Ose i riu i rritur me ibadet. Ky e ka përnime me Allahun, se kur është i ri, shumë e ka joshjen e madhe për me bëra. Ky veç e ka përnime, por çata ky nuk del piksaj. Edhe dyta është shumë rahat me Allahun, se jo që si ka ofertat e së keqës. Thjesht kjo rahat çto, ky te ndershmëria është rahat, te ibadeti jo rahat. Nuk ky e ka edhe përnime edhe është rahat. Ose i treti, një burr që zemrën e ka të lidhur me xhami. Ky shumë do të më pas përnime ti mos më dal pi xhamis. Shumë do të më pas përnime mi pasën këtë vaktet me xhamat. Domethënë na herë më ardh për sevap, kjo është elhamdulillah vepër e mirë, ama më pas bash përnime është tjetër.
Po do është rahat, sepse, për shembull, ky ndërkohë që do me arë në xhamia, ka oferta me dalë me pini kafe në vakt namazit. Kjo ka, po shumë rahat të këtu, nuk ka rahat aty. Ai me bë me lënë namazin me xhamat, për kafe aty nuk është rahat. A kana edhe të ky cilësi sidqi edhe tumanina, edhe ky e ka domethënë, ka për një me, edhe do është rahat. Ose tjetri, dy veta që duhen për i Allahut. Po ti s'mundesh mu dash për i Allahut pa e pas për një me. Se në stop ka mu të shfarë diçka në interes, në diçka që mundet mu prish, kur e ki për një me nuk e prish. Po edhe dush mu konë rahat. Se kur je rahat me një vllati e do për Allah në zogjën, a nëse si rahat ki për gjykime, ose do më thonën, menon që një shoqni tjetër mund të muan më mirë se kjo, po e ndroj këtë me tjetrën kështu më radhë. Ky do të mu konë rahat, por me mujt mu konë edhe për një me. Ose për shembull një ndershëm që e refuzon ofertën e zinos. Pse e refuzon kjo ofertën e zinos? Se kjo ka për një me Allah subhanahu wa taala. Hadith po përmendet që i vjen një grua e bukur edhe me pozit. Domthonë një grua e cila domthonë ka vlerë, ka nam, domthonë ky mundet me bë lajm që është në lidhje me një grua të tillë. Apo, kjo ka për një me Allah, se ky do me bë lajm me Allah, jo me gratë përdala. Apo, kjo ka për një me Allah dhe shumë rahat e ndershmëria. Ky nuk ka rahat e zinon. Ky edhe me ra, ky prishet rahatia e jetës i prishet. Ose tjetri për shembull, një bamirës që jep fshehur azi. Apo ky shka jep e dora e djathtë të dhon e majta nuk e sheh. Ky për me dhon çështu, ky vetë me pas për me Allahun, se ky s'ka matematik tjetër me thon, a e din njerëz kush jam, a e din njerëz se sa projekte unë i heci, a e din njerëz se çtu projekte unë jam se be puni që ndoj mbrapa, jo ky s'ka këtë siklet. Se ky është shumë për me ka me Allahun subhanallahu teala. Po do shumë rahat, se e di se shpërblimin kush e po Allah subhanallahu teala, nuk o të prish shpërblimin prej njerëzve. Ose një njerëz që përmend Allahun vetmi edhe ka. Domthon ky shumë ka për me Allahun që bashkëkohësisht kur kërkohesh kjo të bëj ibadet. Se mos me pas për një me Allah, me pas matematika tjera, ky mat me sytë e njerëzve. Po do shumë radhë që kjo rahatia ja bes lotët që kanë për Allah subhanahu wa taala. Edhe një borxhdhënës që e afatizon borxhlion, edhe domethënë ose ja fal domethënë borxhin. Kjo është shumë e ka për një me Allah çështën e shpërblimit. Se fundi thotë unë me njerëz se kanë fituar pusuni, pse me ta fal? Apo? Po kjo ka një matematik me ahiret, edhe menon që ja vlen me afal për Allah subhanahu wa taala ose me i dhon domethënë afat. Kështu që sidqu me pas për një me Allahun është arsyeja e të vetë pse këta janë në hirashet Allah. Edhe tumanina që janë qetë, janë rahata me Allahun subhanahu wa taala. Ose me këtu këtë ndoshta me një formë tjetër. Mirenit keq ata shaken. Pite prisi drejtë i ndershëm kështu. A e ka mashtru posti? Se ka mashtru se u konë e ka pas për një me dhe e ka pasën, u konë rahat. A e ka mashtru për shembull entuziazmi i moshës së re, trion, nuk e ka mashtru. Ose e ka mashtru për shembull angazhimet e jetës. Me thonë dikush, kjo puna namazit me xhamat, kjo është për badjavgji, nuk është për njeri që ka angazhime, ka dinamik. Apo, dinamika e madhe e ka largu këtë pijamis, nuk e ka largu. Ose tjetrin për shembull e ka mashtru interesi për më prish me një vëlla, ose tjetrin e ka mashtru mendimi keq, ose e ka mashtru joshja për një gryes bukur. Ose e ka mashtru kooperacia për mos me dhonë, ose e ka mashtru syfacia për mos me pasën ibadet vetmi, e ka mashtru materializmi që mos me falë borgjën e kështë më radhë. Kështu që ka thonë dikush prej selefit, ka thonë, sahibu sidqi me Allahi, la të durruhu l'fiten. Ka thonë, kush e ka për një me Allahin, nuk i ban zarar as një fitnë. Kush e ban, se këta janë këtë njerë sprovum që do kategoritë. Ky sprovum me rini, a i sprovum me grab, ky që ati sprovu me post, ky sprovu me pasuni, që do janë sprovat? Po që du pravërsisht janë sprovat e njerëzve? Në merë edhe rënit edhe një 2-3, mo pravërsisht që du parë janë sprovat e njerëzve. Njerëz për shka prishin për interes. Pse prishin i mabet, e prishin për interes? Për shka do më thonën e prishin sinceritetin, për dasht mi pa njerëz, shajbe kjo, po thot kjo fjale se lefit, ku she ka për ime me Allahun, nuk i bojnë zarar fitnë. Që i bje vlasni, 2 sene do të mi matën jetë. E para, do më thonën, kush je ti në sprova, edhe në gjunahe, edhe në tolovia, edhe në fitne, shumë ka të bëjmë me matë ku e kisa e kipën i me Allahun. Në me thonë, ke shumë mirë, po tani si dë një mendim, ke shumë mirë, po si u punësova, ke shumë mirë, po si hina me një rrethje, jo. Në me thonë, ke shumë mirë, dhe nësa tu nuk tu do pësu sitku. Se kur e ki pas për një me Allahun, edhe mi pas fitnet e dynjas nuk kishim bazara. Po kur u do pësu që kjo për një mendësia me Allahun, pas taj do me thonë u bo sfiduese, do me thonën, për me majtë fejen, edhe e dyta, sidqu, edhe jetë gjatësia shkojnë bashkë, jetë gjatësia e vlerës, jetë gjatësia i istiqamës. Mon sa e matë t'i fejen, e matë qasë e ki për një me. Mon kur ja nis me ra, ose nuk jetë ti shka i konë, ke i betë që nuk e jetë e që e deregje e sidqit. Jo që ka ndryshu gjona, ti qaj njerje, pravërsisht. Bile, për shembull, kur i ki pas 20 vjetë, edhe i ki pas joshet më të mëdha, ki pas më shumë fetarisë tash në 40 vjet. Logjikisht, kur ish dash më kanë ti më i dop, kur ki pas 20 apo kur ki 40.
A realisht qyshje ma i dopt jenë 40 se sa 20. Pse? Se sidkën e ki pas ma për një atëre. Sidkën e ki pas ma nivel. Për asu e dhe më thonë, njeri du të me mot me sidkë. E nëse ka njëherë i duket ki muhabeti sidkët. Muhabeti i ran, veç kujtë e saran është mahsheri, edhe me nëje që shmun është me hinën hien arshit Allah nëse ki për një me Allah subhanahu wa ta'ala. A shkon sidku vetë, a mund është me pas për një me edhe nuk e kjell një cilësi tjetër, është ta një cilësi tjetër, është tumanina, o qika rahatia. E shënon Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhi, është Albani thotë që hadithi është sahih, pej Hasanit radiallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, inna sidqa tumanina. Kush ka sidq, kush i ka senet për një me, o rahat. Kush ka sidq, kush e ka për një me, o rahat. Për shembull, edhe pse kjo është shembull ndoshta që nuk është në vlerën e ligjëratës edhe temës, po për shembull nëse dy punëtor me një kompani, cili on më rahat, çai shka rrin për një men puna, çai shka bën edhe hile. Cili është më punëtor që kur si bëhet vonë ose nuk bëhet marrë kur do një të ketë kontroll, kur do një të këshyrin edhe kamerat të kujtun shka. Ajo është rahat. Se sidqi është rahatlëk. Se ti e di që jenë nivel. Ti e di që je aty ku du të më konën. Pastaj i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o innal kadhiba riba. Ndërkaq gënjeshtra e kundërta e sidqit, kjo situata e rreme, e fabrikuar, e ndreqt, kjo situata ku na e ndreqmi. Nuk ka çysh është, apo? Thot kjo është ajo çka ty trazon. Kjo ka dyshim, kjo s'ka rahatlëk. Kjo s'ka, domthon rahatlëk. Për shembull, merr në çeket mungesën e rahatlëkit e çata 8 vet. Për shembull, një djalë i thot, apo pse unë patjetër do të më pas çka të shumë ibadet. Tash çka nuk ka rahat. Ky çka që këtë pyetje ky s'është rahat. Ose ky tjetër që i vjen një ofertë haromi thot, po zbat be, ti pendona pastaj ndresh. Ky s'është rahat. Domthon ky që s'është rahat kjo në dyshje, kjo në dy tema. Ky si kam shel këto foldera, ky ka lënë çel. Tu i ka drafta ala për me shkrujt, edhe rrëdhëmisht i ka domethënë potencialisht rrezikuar për me u prish e pastaj me hub hijen e arshit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Qase Ibn Qayyim rahimahullah thot, "Wa man sadaqa Allah fi jami'i umurihi sana Allahu lahu fawqa ma yasna'u li ghayri." Kush e ka për një me Allahun këtë punë, kur të fole, kur të veproje, në fetari, në punë me njerëz, në punë familje, kush e ka për një me Allahun, Allahu bën për të diçka që se bën për kërkan. A unë që kanë ditë në gjykimit, më thonën, këtë krijesat kanë me ndil. Jo, këta s'du të me ndil, se këta kanë pas për një me Allahun. Këtë krijesat du të mu trishtu me qatë trishtim, këta jo se, këta kanë pas për një me Allahun, subhanahu wa taala. Më thonën, që thot, fawqa ma yasna'u li ghayrihi, ban diçka më shumë se sa e ban për këtë tjerë. Mon këtë njerëzit kanë mu trajtu me një mënyrë, ky shka ka për një me Allahun, ky trajtohet në një veçanë. Sigurisht edhe kena për shembull përveç hijes së arshit Allahut, e kena edhe rastin e aty në 3 vetëve në shpellë, që kanë metë edhe ju kanë lutë Allah subhanahu wa taala për minxher për shpellës, sigurisht se shënojmë Buhariu për Abdullah ibn Umerit, e çka thon, çka ka aty një far pjesë kur kanë metë shpellë se me lëviz një shkamb pa kushte apo ose me kushte primitive kanë e pamundshme. Tash u dosh me lëviz me diçka. Me çka kanë mujt me lëvizën, i kanë thonë njëri tjetrit, fa qala ba'dhum li ba'd. Njëri tjetri i kanë thonë ta tre shok. Innahu wallahi ya haula la yunjikum illa as-sidq. Falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa bih. Do thonë o burra neve në çka gjendje, që kena me të shpellës nuk na shpëton kur gjë vetë se sidku, ku e kena pas për një me Allah. Kështu që secili prej neve, në gjënë me vendin që le të lutet me një vepër që e di që e ka pas për një me Allah. Le të lutet me një vepër që e di që e ka pas për një me Allah. Zakonisht shpesh përmendet kjo puna e sinqeritetit. E kanë pas sinqerisht për Allah. Kjo temë nuk diskutohet. Me pas sinqerisht për Allah, kjo temë e kryme, këtu s'u me pas në dilema. Muhabeti e ki për një me. Se për me pas për një me, ma shumë se sinqerisht. Për një me të ndoshta për fetarijës, nuk jetë të synu diçka tjetër veç se Allahut. Ama mënyrën që të qasë, nuk është qasje serioze. Është qasje sikur je domethënë i lëkundshëm, sikur nuk je domethënë shumë i zellshëm, kështu që me shtin Allah subhanahu wa taala në hijen e arshit të tij është trajtim i veçantë, po edhe me ta lëviz shkëmbin, domethënë është trajtim i veçantë. Kështu që na duhet ndoshta ndërlëzë me bën një reflektim në kuadër të një fjalës së Ma'ruf al-Karkhit, edhe me këtë po e përfundoj, domethënë pse Allah subhanahu wa taala i trajton në mënyrë të veçantë ata që kanë sidq. Pse Allah i trajton në mënyrë të veçantë ata që kanë sidq. Ta i trajton në mënyrë të veçantë se këta janë të veçantë. Këta janë të veçantë. Thot Ma'ruf al-Karkhi thot ma akthar as-salihin. Sa shumë mesin e njerëzve ka njerëz të mirë, salihin. Sa shumë mesin e njerëzve ka njerëz të mirë. O ma aqall as-sadiqin. Po sa pak ka njerëz që kanë për një me. Njerëz të mirë ka boll, ama që kanë për një me ka pak. Kjo është gjykimi i përgjithshëm, përgjithësi tek njerëzit,
përgjithësi tek fetarët, përgjithësi tek komuniteti, ka shumë njerëz që janë fetar, janë njerëz mirë, ama pak ka që e kanë punime. E për me pa, e kina punime, se kina punime me Allah subhanu ta'ala, duhet me reflektu, domethënë, apo ne lëviz Allahu shkëmbit. Domethënë, na tash ti alos ka ardhur ahireti për me pa hije në arshit Allahut, elos Allahu me na bokeve që na shti Allahu në hije në arshit të tij. Mirë po sot mund me pa apo lëviz Allahu në guri për neve as për lëviz. Domethënë, na në vazhdimsi kina shkëmbit mëdhej që na dalin jetë. Edhe testoje ku e ki sidqin me Allahun të pa apo ti lëviz Allahu subhanahu taala shkëmbit, elos Allahu subhanahu taala më na dhon sidq, më na dhon ikhlas, më na dhon tumanina, më na bëj rob të sinqert, edhe më na mësu fundin me pas më të mirë se fillimin, edhe ditën e gjykimit më na befasu me shpërblimet e tij. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.